Në 24 orët e fundit, në Gostivar situata relativisht është e njëjtë me ditët e kaluara. Sot janë paraqitur rreth fakt deri dje e kemi pasur informatat e fundit, rreth 167 pacientë janë të paraqitur në repartin infektiv, prej tyre 20 janë si kontrole. Në repartin e urgjencës janë të paraqitur rreth 18 pacientë dhe në repartin e pediatrisë janë të paraqitur diku te rreth 104 fëmijë. Tek reparti pediatrisë, domethënë është i hospitalizuar vetëm një. Të gjithë simptomat domethënë vazhdojnë të jenë të njëjta. E mira është se klinika e tyre përmirësohet pas marrjes së masave dhe trajtimit në reparte. Kjo domethënë flet shumë për shkak se e mira është se nuk vështirësohet domethënë gjendja e tyre. Të gjithë masat epidemiologjike janë ndërmarrë, domethënë prej ditës kur është shpallur ky problem, të gjithë epidemiologët kanë qenë në terren së bashku me mjekët e higjienës. Krahas tyre bën domethënë edhe kontrolle shtesë, ku janë marrë domethënë edhe mostrat të ujit edhe nëpër çeshmat e pacientëve të cilët janë paraqitur me simptome. Kështu që për rezultatet detajisht nuk mund të flasim për shkak se procedura është e ngritur në prokurorinë publike dhe të gjitha rezultatet domethënë i marrin ata. Kështu që të gjithë këto rezultate ato i fitojnë nëpërmjet Institutit të Shëndetit Publik.